Mirëmëngjesi nga një video tjetër këtu në kanalin tim. Unë jam Angela për të gjithë ju që po i shihni videot e mia për herë të parë. Siç e shihni, ndodhem në Tiranë. Besoj se ata që më ndjekin në Instagram e kanë parë që unë kam ardhur në Shqipëri. Kam gati një javë, nesër për një javë që është e hënë, por nuk kam xhiruar fare sepse sa erdha më zuri gripi. Domethënë nuk e di. Ka kapur gripi dhe akoma jam pak, kam pak koll. Dhe videot kështu do jenë me ndërprerje sepse mua më kap kolla. Kam ardhur, kam një javë. Kam qenë pa qef edhe nuk e kam marrë mundimin fare të bëj video, duke qenë se thash prit sa ta ambientohem pak prapë, sa të më kaloj pak gripi, doja që të mos ta rëndoja veten më shumë edhe me video. Sot është e diel, flokët e mia janë si të çmendur, kam bërë dje një dush edhe i kam kapur gërshet. Tani jam bërë gati, jam veshur, kam bërë pak fare make-up, nuk kam vendosur as rimel, për arsye se nuk e di ose nga gripi, por diçka ka ndikuar tek sytë e mi dhe më janë bërë, nuk e di si ta quaj, si tip infeksione, s'besoj se është infeksion, se as nuk më kruhen dhe as nuk më djekin, por thjesht më lëtojnë edhe më zën sklepa, edhe natën kur çohem i kam sytë e ngjitur dhe nuk i kam lyer fare këtë ditë. Këto janë flokët e mia. Më janë bërë si lua. Më janë rritur goxha, po tani do t'i kap gjysma. Nuk kam ndërmend t'i lë lëshuar. Nuk i lë asnjëherë lëshuar kur i kam kështu. Këte nuk më duket ftohtë fare. Sot është me shi, nuk e di po, që kur kam ardhur, s'kam parë një ditë me diell. Edhe ftohtë nuk ka qenë, kam marrë kot xhupin me vete. Dhe sot do vesh një nga ato xhaketat që bleva tek Zara, sepse besoj nuk ka ftohtë edhe do jem më mirë. Sepse me xhupin, duke qenë se nuk është ftohtë jashtë, unë ndjersi edhe e di që do ftofa më keq ashtu. Tani, gati jam bërë, ku do thoni ju ku do dilni, do dal me një shoqen time që quhet Iris dhe ku do shkojmë? Do shkojmë tek ish puna jonë e vjetër, tek klani, do takojmë të gjithë kolegët që kemi atje, që kishim atje, dhe gjithmonë shkojmë, i vizitojmë. Unë sa herë që vi nga Finlanda, dhe Irisi që është këtu shkon shpesh që i takon, kështu që do shkoj dhe unë sot i takojmë, edhe pas do vi në shtëpi, nuk e di se çfarë do bëjmë tjetër, kam një lajm të ri për t'ju dhënë, por nuk e di t'ja u jap tani apo t'ja u jap pastaj, por më mirë t'ja u jap pastaj, pavarësisht se do e shihni dhe nga titulli që do i vendos kësaj videos, mbase do vendos një titull që do kuptohet se çfarë unë kam një gjë të re. Tani, po vesh xhaketën, në fakt e kam këtu tek dollapi, edhe po dal. Mos vonohemi edhe më shumë se na kapi ora 11 që këtu në shtëpi. Sa po erdha dhe në shtëpi, nuk e di, jashtë bie shi, por është goxha zagu shi, kur i thon, edhe është goxha vap, plasa me këtë gjën. T'ju tregoj pak shpejt e shpejt se çfarë bleva, bleva një 2 ushqime të vogla. Dhe them t'ja u tregoj. Kam bler disa perime, kam bler çaj mali, sepse më mbyti kolla. Kam bler sallat jeshile, kam bler këtu qep, edhe domate, edhe hudra. Ndërkohë te kjo qesja tjetër. Ndërkohë duhet të blija edhe bukë. Mora bukën e tekrës. Po, bukë tekër mora. Kishte shkuar mendja për një byrek me qep dhe domate. E mora edhe këtë byrekun, do ta ha tani. Gjithashtu, kur je jashtë të vete mendja për çdo ushqim shqiptar, duke qenë se shumë gjëra atje nuk i gjejmë, edhe më kishte marrë malli për këtë tortën me petë. Mora këtë këtu, edhe me si pres që ta ha pastaj.
dieta iku me kohë, por që nuk është se kam krën budalli që këto kohë, ja, kjo është e vetmja ëmbëlsirë që unë po ha, edhe nuk është se kam krën gjë tjetër. Kam filluar pi atë qumshin e bajames, edhe ndjehem më mirë, nuk më jep stifterje tek stomako, edhe është më mirë për mua. Tani çfarë do bëjmë? Doja t'ju tregoja një blerje të re që kam bërë, t'ju tregoj një blerje që kisha bërë online. Tani u qetësova pak, t'ju tregoj një blerje që kisha bërë online, duke qenë se këtu tek shtëpia e prindërve të mi, tek shtëpia ime, më ishte prishur fshesa e korrentit, edhe veç ta imagjinoni gjithë kjo shtëpi e madhe nuk mund të fshihet me gjë tjetër përveç se me fshes korrenti. U futa në telefon edhe pash tek Glob që kishte goxha ulje edhe mora një fshes të Roventës. Unë mendoj se Roventa nuk është një markë e keqe, kam pasur edhe e kam akoma një makinë që është për depilim, edhe kam këtu e 5-6 vite dhe që çdo t'i deri tani është shumë mirë, e bën punën si ditën e parë. Edhe thash pse jo ta merrnim këtu fshesën e korrentit. Mendova ta merrnim si ajo që kam unë në Finland tek shtëpia ime, që është pa kapull, por njëra që pash në te Globe ishte që koha e karikimit ishte 3 orë dhe koha e punës 15 minuta. Tani gjithë kjo shtëpi nuk mund të fshihet për 15 minuta, sepse ka cepa, ka divane, ka krevate, dyshek, që dua t'i kaloj me fshesën e korrentit, kështu që nuk ja vlente, i binte që të rija me karikus vendosur dhe të punoja, ndërkohë ato nuk punojnë ashtu. Edhe e morëm me kapull. Do ju lë një video këtu, sepse kam bërë dje video kur më erdhi, ta shikoni se si është fshesa e korrentit dhe do ta testojmë nesër. Unë e vendosa një herë në prizë, provova këtu tek tapeti në sallon, edhe kishte goxha fuqi thithëse. Por nesër kur të vi në drek, do i bëj gjitha punët e shtëpisë, sepse këtë kam pritur. Pavarësisht se isha e smur me grip edhe nuk doja që ta rëndoja veten edhe me punët e shtëpisë. Edhe nesër do ta testoj, do fshi gjithë shtëpinë dhe të shikojmë se si do funksionoj apo jo. Shpresoj që po. Tani, t'ju tregoj pak gjën e re. Duke qenë se ju kam thënë që unë iki dhe vi me 3 mujore, derisa të rregulloj disa dokumenta, kisha menduar që kur isha në Finland që nuk dua të shkoj në Shqipëri edhe të rikot. Domethënë bëj vetëm video YouTube-i, dil, hajde në shtëpi edhe rri. Domethënë jam mërzitur shumë që nuk kam një punë, sepse jam mësuar që punoja edhe isha edhe te klani para se të shkoja në Finland, edhe dilja, kisha shoqëri, domethënë atje tek puna, kalonte koha. Edhe diçka të re mëson. Edhe kisha menduar që kur të shkoj në Shqipëri dua të merrem me diçka. Po se me ça, domethënë e kisha një ide, por Gjesi më ndihmoi edhe gjetëm punë si ndihmës pastiqere në një pastiqeri të njohur këtu në Tiranë, por nuk dua t'ja them emrin, do t'ja them në fund fare të praktikës që unë do bëj, se është si tip praktike, në fakt unë atje bëj ëmbëlsira, domethënë kam filluar të bëj sepse nuk është e njëjta gjë si që bëj unë në shtëpi. Unë nuk kam bërë në një trajnim apo ndonjë shkollë për pastiqeri, sepse edhe disa vajza më kanë pyetur në Instagram. Unë nuk kam bërë asnjë lloj trajnimi, çdo lloj ëmbëlsira për torte i kam mësuar vetë, duke parë video, duke praktikuar vetë në shtëpi, që nga koha e karantinës edhe deri më sot që jemi në vitin 2025. Edhe thash pse jo mos gjej një vend ku të bëj praktik edhe të mësoj, që të perfeksionohem akoma më shumë, pavarësisht se pastiqeria apo arti kulinaris nuk mbaron kurrë, domethënë çdo ditë mësojnë gjëra të reja, po pse jo mos mësoja. Atje nuk është njësoj si në shtëpi, normale, është goxha pastiqeri e madhe, punishte e madhe, janë shumë veta, edhe unë më shumë jam e prirur dhe më pëlqen më shumë të shikoj këtë pjesën e tortave, sepse tek këtë pjesa tiramisu, trileçe, cheesecake, këto nuk është se si di. Domethënë dhe ato kanë gjëra të reja, por që më pëlqen më shumë kjo pjesë e tortave dhe dekoreve që të mësoj më shumë. Dhe avash, shkoj nga hëna në të premte atje, 4 orë në mëngjes, edhe më pëlqen shumë që angazhohem edhe shkoj atje, edhe bëj me shumë qejf, domethënë nuk e shikoj fare orën se sa ecën, pavarësisht se nuk janë shumë orë, por un kam zgjedhur të ri 4 orë, besoj se janë mjaftueshëm për të mësuar për 3 muaj. Kështu që më uroni fat.
Edhe besoj se në fund të këtij 3 mujori do jem më aftë edhe do bëj ëmbëlsira më të mira, më të bukura edhe më të shijshme. Tani, se fola shumë edhe po macarohet prap fyti për koll. Tani do vendos këto gjëra në përvende, do ha drekën edhe do dal prap për kafe. Do dal këtu në lagje, në fakt, do dal me një shoqe tjetër, se kështu është kur vjen nga jashtë, du të takosh gjithë njerëzit. Sepse jo, kur kemi shoqëri, është gjë e mirë. Edhe kështu do ha drekën dhe do dal për një kafe këtu jashtë tek liçeni Farkës, duke qenë se kemi afër. Edhe nuk e di a do ju marr me vete, se s'është se do bëjmë ndonjë gjë, kush e di se ç'a. Por nesër unë njerëz kërkoja që të zgjohesha herët, por prap sa herë për cilë adresin për gjumë, ja fusja gjumit deri në orën 10. Edhe kisha krijuar një dembelizëm shumë të madh, përveç se bëja shumë gjëra gjatë ditës, prap nuk ndihesha mirë që nuk merresha me një punë tamam, edhe që vetëm flija gjumë edhe nuk bëja diçka për veten time. Dhe tani jam shumë e lumtur që e kam nisur këtë praktikën, mësoj gjëra të reja, edhe zgjohem që në orën 6, sepse në orën 7 duhet jem aty, edhe më pëlqen shumë kjo gjë. Do me thënë puna të mbaga gjallë. Në shtëpi utrashke, nuk kemi për të ndënjur në shtëpi. Duhet me patjetër të merremi me hobit, me pasionet tona, nëse jeni në një punë edhe keni hobi të tjera, pse jo t'i krijoni mundësitë edhe orën edhe kohën e duhur për t'i ndjekur. Edhe unë me që jam të 3 mujor, mos ta lëm kohë të iki koha, do e shfrytëzoj për të mësuar për veten time. Tani se u bëra shumë serioze, do vendos të gjëra në përvende edhe do ha drekën, se ka vajtur ora, nuk e di sa ka vajtur dhe telefonin e kam lënë diku andej. Ja ku erdha në shtëpi, mbarova dhe për sot. Sot në fakt ndonja dhe njohëm shumë deri në orën 12 tek pasticceria dhe do ju lë një video të tortës. Si kjo torta kam bërë 15 copë sot, edhe disa Raffaello që do ja u lë me foto këtu. Kështu ishte dita ime sot, kalova shumë mirë, mësova gjëra të reja, edhe më ka munduar pak kjo kolla, por nuk kam çfarë t'i bëj, do pi vetëm çajra. Tani çfarë do bëjmë? Ora nuk e di fare se sa është, duket se 12:30, gati 1. Do nxjerr pak pulën që të shkri, edhe do bëj atë supën që e kam bërë në Finland, që u kam treguar, që është me perime dhe që i hidhet gjalpi i skuqur sipër me piperin e kuq dhe del super e shijshme. Ja, unë sugjeroj ta përgatisni, duke qenë se jam kështu si me gripë dhe suprat më bëjnë mirë. Duhet të bëj dhe të gjitha punët e shtëpisë. E kam me pak përtese, kur nuk i bëj në mëngjes herët, ti fillosh punën në orën 1 drekës është pak si kështu. Kështu që tani do ndrohem, do heq këto rrobat, edhe do filloj me, ose do i mbaj në fakt, do mbaj këto, duke qenë se i vesha për në punë, kam vesh treqe të seza, edhe një bluzë me kapuç. Po i mbaj këto derisa të mbaroj dhe punën, do bëj një dush të ngrohtë, edhe të ham supën, tamam si një smur. Sot kemi dhe një super kohë të bukur, përveçse se tani jam duke kaluar nga një muhabet në një tjetër, por nuk mund të rria pa e thënë dhe këtë që kemi diell jashtë. Dhe më kishte marrë malli shumë që të shikoja diellin dhe pse më vritën syt akoma. Tani vazhdoj me punët edhe shihemi më vonë në përgatitjen e supës.
Përshëndetje nga një ditë tjetër e këtij vlogut. Kam një 2 ditë që nuk kam regjistruar në fakt, edhe mendova ta hap tani në darkë. Sot isha prap tek kursi që kam nisur, tek praktika që po bëj për pasticërinë. Edhe ja kalova shumë mirë, mësojmë gjëra të reja, mora edhe një blog të ri ku të shkruaj të gjitha recetat që unë mësoj edhe bëj aty. Tani, çfarë do bëj? Do përgatis diçka për darkë edhe mendoj të bëj disa pasta të ftohta me tuna. Edhe t'i kem edhe për nesër në drek, do t'i marrë tek një tas që kam kështu me ndarje, ta marrë me vete që ta hatje. Edhe nuk e di, doja t'ju thosha edhe diçka tjetër, por e harrova. Atëherë, tani do marrë të gjithë përbërësit që na duhen për të bërë këto pastat. Kam tunën, do marrim pak spec të kuq, misër do t'i shtoj, dhe ajo donte edhe kastravec, por unë nuk kam. Do t'i shtoj dhe pak fare domate të freskët, edhe këto erëzat e tjera. Nuk dua t'i bëj në tigan, do me thënë si salcë, dua që ato të jenë tamam perime të pagëtuara. Dhe kjo do jetë darka ime, do ha shumë pak sepse nuk kam oreks, edhe pjesë tjetër do dalë për nesër në drek. Ndërkohë, unë bleva një shurup për kollën tek një farmaci greke dhe po e shikoj, kam 2 ditë që po e pi, po shikoj rezultatet të këtij shurupit, por nuk e di pse tani më shfryr pak kjo pjesa këte e bajames, nuk e di, por ngela duke ankuar, nuk kam qef të ankohen, po ç'a të bëj? Kur më dhëm diçka, ç'a të bëj? Tani po filloj shpejt e shpejt të përgatis, ora është 8 e darkës, do ta kisha ngrënë më herët, por ç'a të bëjmë? Ndërkohë që pastat bëhen, thash pse jo të pastroj pak fytyrën edhe të bëj pak skincare-in. Kur kam ardhur, kam filluar të përdor retinolin. E mbani mend një retinol që unë bleva para se t'i jam filan. E harrova këtu në shtëpi edhe ngela duke mos e përdorur. Kështu që ky është retinoli që unë kam marrë. Ne kam treguar edhe një herë tjetër, është kjo nga Monoderma italiane. Nuk e di, më pëlqen, është në trajt vaj, edhe përhapet mirë në lëkurë edhe thahet shpejt, nuk është se të qëndron gjatë, do të thënë, lëkura e thith shpejt. Më falni për dritën që kemi këtu tek tualeti, por nuk është një dritë e fortë siç unë do dëshiroja. Dhe tripodi nuk e mora me vete se ku do ta fusja dhe s'kisha si e merja. Plus që nuk ja vlen ta marrë të lloj tripodi që ka marrë tek Temu, sepse nuk ja vlen fare për lekët që e mora. Tani do pastroj fytyrën me Cotton Pacat që kam këtu, me këtë të Biotenit, do ta mbaroj deri në fund, e pastaj do marr një tjetër të Biodermës, sepse është më e mirë. Edhe do vendos retinolin dhe kremin hidratues. Dhe ndërkohë që po heq kremrat që unë kam vendosur në mëngjes, duke qenë se përdor vetëm korrektorin poshtë syve, edhe asnjë lloj pudre apo gjëje tjetër. Ndërkohë shikoni pak vetullat e mia. Unë i bëra lamination edhe kam harruar t'ja u tregoj kur isha në Athinë. Dhe më kanë mbajtur goxha, pavarësisht se nuk i shijova shumë qepikët që i bëra lash lift, për arsye sepse nga gripi mu sumurën syt, siç më janë bërë dhe para një viti, kur nuk bëja YouTube, mu bën me sklepa edhe melatonin, edhe nuk përdorja dot rimel për të mirën time, domethënë që mos macaroheshin më shumë. Dhe ndërkohë doja të flisja me ju dhe t'ju thoja që duke qenë se tani jam duke u marrë me disa gjëra, sepse unë këtë kam, kur nuk bëj asgjë, s'bëj asgjë, por kur dua të merrem me një diçka, bëj shumë gjëra për njerëz dhe shpresoj t'ja dal gjatë këtyre 3 muajve, duke qenë se kam filluar këtë praktikën tek pasticëria. Përveç kësaj, sot nisa edhe
praktikën për shkollën që unë kam përfunduar si ndihmëse ekonomiste tek një kompani, të cilën nuk dua t'ja përmend emrin. Kur të përfundoj, mbas se tregoj diçka, por zgjedh të mos tregoj emra. Edhe sot ishte dita e parë, nuk është se ndënja shumë, por nesër do vazhdoj tamam. 4 orë edhe aty, siç jam paradite, jam edhe mbasdite. Edhe imagjinoni pak, zgjohem në orën 6 të ditë, edhe vi në shtëpi në orën 6:30. Më pëlqen shumë që jam kështu e zënë edhe e kërkoja, por nuk e di, do më marri mall për ditën që rria kotë. Pavarësisht se puna është ajo që të mban edhe ndjesh më mirë me veten, e di se po bën diçka, edhe diçka që është për të mirën time, siç është edhe pasticëria që unë kam qef, edhe shkolla që unë kam përfunduar që do më hy në punë gjithmonë. Tani po shpreh fytyrën sepse e bëra me këtë ujë micelar të biotenit dhe të vendosim kremën. E nisa për t'ju thënë çfarë që kam nisur dhe këtë praktikën, po doja të dilja diku tjetër, por unë kështu bëj, i ngatroj gjitha gjërat. Edhe tu kam vendosur kremat e mi nga Finlanda, që i kam vendosur tek këto që janë për travel size, edhe kam marrë këtu krem hidratues. Dhe që po thoja, duke qenë se tani po merrem me këto dy gjëra dhe jam e fokusuar që të mësoj edhe të mbyll këto që po nis, përsa i përket YouTube-it, do bëj video, se nuk më ri shpirti mua pa bërë video YouTube-it, do mundohem fundjavave të bëj video, edhe kur shkoj nga shtëpia e prindërve të Xhesit, bëjmë një video me vjerën, në një gatim, në një gjë. Dhe si që po thoja, do bëjmë video, do mundohem të bëj një video në javë, edhe ta editoj kur të kem mundësi, dhe të postoj të pakte një video që mos t'ju lë pa video fare, sepse dhe 1-2 vajza më kanë shkruar në Instagram, më kanë thënë kur do kemi video të re, ju kam thënë në fundjavë, ndërkohë sot është e mërkur, dhe unë tani do bëj mbylljen e këtij vlogu, duhet ta editoj dhe ta postoj, të paktën të shtunën ta kem postuar, do mundohem shumë ta editoj dhe ta bëjmë ashtu siç duhet. Tani mendoj që me kaq mjafton. Ua, çfarë bëra unë? E shikoni njerëz që s'jam mësuar unë të përdor retinolora dhe serumra. Vendosa kremin hidratues, darova të vendos retinoli. Por s'kaq. Këtë javë kam përdorur 2 herë, por duke qenë se unë se kam përdorur më përpara dhe më sa kam lexuar dhe më ka thënë farmaciste që e bleva, që në fillim duhet ta përdorim 1-2 herë, pastaj 3 herë në javë edhe kështu ta shtoj. Po e lëm për sot. E kisha në plan të përdorja dhe harrova, jam bërë një taqe. Dhe pa video nuk do ju lë, do mundohem të postoj edhe në Instagram ndonjë gjë nga përditshmëria ime, dhe pse s'kam qenë shumë aktive, sepse çfarë të hedh fundja. Kështu që shpresoj shumë që kjo video t'ju ketë pëlqyer. Besoj se do jetë pak si e shkurtër si video, por do të shihemi me video të tjera më të bukura dhe me gjëra plot për të treguar. Dhe ju të më ndiqni, të më ndihmoni, të më bëni në një subscribe, në një like ose koment, dhe bashkë të shihemi në një video tjetër. Natën e mirë!